Përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin ton, këtë herë për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Historinë të nënës Safie. Në një fshat të vogël, mes maleve dhe fushave të pafundme, jetonte nën Safia. Një grua me zemër të madhe, por me një fat të rënd mbi supe. Jeta e saj ndryshoi rënjësisht kur burri i saj u nda nga jeta papritur, duke e lënë të ve me një djalë të vogël në krah. E re, e brishtë, por e fortë në shpirt, nëna Safie nuk u dorëzua kurrë. Ajo hoqi dorë nga lumturia e saj, duke i përkushtuar çdo frymëmarrje djalit të saj të vetëm, të cilin e rriti me shumë mund, sakrifica dhe dashuri të pakufi. Punonte në arat e të tjerëve për të fituar një copë bukë. Priste dimrat e ashpër e vetme, duke u kujdesur që djali të mos ndjente kurrë ftohtë. Shpeshherë nuk hante vetë, vetëm që të kishte çfarë t'i jepte të birit. Për të, ai ishte gjithçka. Ishte drita e syve të saj, shpresa e vetme që e mbante të birin të gjallë. Vitet po kalonin dhe djali i saj po rritej. Ishte një djalë punëtor, i sjellshëm dhe gjithmonë falendërues ndaj nënës së tij për gjithçka që ajo kishte bërë për të. Kur erdhi koha që ai të krijonte familjen e tij, nëna Safie e bekoi me martesën e djalit me gjithë zemër, duke menduar se tashmë do të kishte një mbështetje dhe një dorë ndihme në pleqëri. Por gëzimi i saj nuk zgjati shumë. Nusja e tij, që ajo e priti si vajzën e saj, u tregua krejt ndryshe nga që kishte imagjinuar. Ajo nuk e donte nënën Safie dhe nuk e mbante në shtëpi, siç i ka hije një nuseje të mirë. Në fillim, nusja tregonte ftohtësinë ndaj saj. E trajtonte sikur të ishte një bare në shtëpi. Nuk i fliste me respekt, nuk i shërbente dhe e shihte me përbuzje. Me kalimin e kohës, sjellja e saj u bë edhe më e keqe. Filloi t'i fliste me fjalë të rënda, duke e fyer dhe duke e poshtëruar. Nuk e linte vend në sofër, duke e lënë të hante mbetjet e ushqimit. I andaloi fjalën, duke e trajtuar sikur të mos ekzistonte. Por më e keqja nuk kishte ardhur akoma. Në një natë të ftohtë të dimri, nusja e saj, pa e vrarë ndërgjegja, e nxori jashtë në obor duke i mbyllur derën e shtëpisë. E shkreta grua, që kishte derdhur gjak, e djers për të ndërtuar atë shtëpi, tani mbeti jashtë si një e huaj. Me lotët që i ngrinin në fytyrë, ajo u mbështet në mur, duke u lutur që të paktën djali i saj ta dëgjonte dhe t'i hapte derën. Por ai heshti, i verbuar nga dashuria për gruan e tij. Pavarësisht këtyre vuajtjeve, nëna Safia nuk u ankua asnjëherë. Nuk e mallkoi kurrë nusen e saj dhe as nuk i kërkoi llogari të birit për heshtjen e tij. Ajo e dinte se ai ishte i lidhur me të shoqen dhe nuk donte ta vinte në vështirësi. Ajo besonte se Zoti do t'i jepte drejtësi, ashtu siç jep për çdo nën që sakrifikon për fëmijën e saj. Ajo zgjodhi të mos ia nxirrte namin e keq nuses,
edhe pse ajo e kishte trajtuar më keq se një të huaj. Shumë herë, fshatarët e pyetën se si e trajtonte nusja. Dhe ajo jo vetëm buzëqeshte, duke thënë për Zotin, ajo është nusja më e mirë. Unë jam plak, ndoshta gaboj. Por jeta është një rreth që gjithmonë kthehet. Vitet kaluan dhe nusja u plak. Djali i cili dikur i kishte kthyer shtëpinë në nënës së tij, tani e kuptoi gabimin që kishte bërë. Por ishte shumë vonë. Nëna Safie nuk ishte më. Ajo e kishte lënë këtë botë me një zemër të thyer, por me një shpirt të pastërt. Dhe çudia ndodhi. Nusja që dikur e poshtroi, përfundoi në të njëjtën mënyrë. Fëmijët e saj e trajtuan me të njëjtën ftohtësi, siç ajo e kishte trajtuar vjerën e saj. Dhe ajo, një ditë u gjend jashtë derës në të ftohtë, si dikur nëna Safie. Ajo e kuptoi shumë vonë dhimbjen që i kishte shkaktuar një gruaje të pafajshme. Por tashmë, ishte pamundur të kërkonte falje. Historia e nënës Safie është një rrëfim popullor që tregon se e mira dhe e keqja nuk mbeten kur pa shpërblim. Nëna Safie ishte simboli i durimit, sakrificës dhe drejtësisë hyjnore. Nusja e saj ishte shembulli i padrejtësisë që u kthye mbrapsht. Djali mësoi se dëshira për një grua nuk duhet të verbojë ndaj nënës që të ka dhënë jetën. Kjo është një histori që shumë njerëz e njohin, ndoshta sepse ka ndodhur me shumë nëna të vuajtura si nëna Safie, të cilat jetojnë vetëm me lutje dhe shpresë se Zoti nuk haron kurrë. Unë do t'i them 2 fjalë vetëm në këtë histori. Zoti vonon por nuk haron, dhe mos haroni që jeta është portokalle. Atë që ti sot ja bën vjerës tënde, nënës tënde, nesër fëmia jotë do ta bëj ty. Ne do të ham ato që do të korim. Dhe kjo është e dhimbshme kur nuset nuk arrin ta kuptojnë që nëna sakrifikon për fëmijën dhe çdo nën në botë për fëmijën e saj është një mbretëresh. Dhe të thyesh këtë hierarkin ashtu se do ti, se nuk të pëlqen ti, sepse logjika jote është më e vogël se sa mrekullit që ka bota, ti turpëron veten tate, ti turpëron njeriun tënd. Dhe mbi të gjitha, kjo është jeta që ne jetojmë. Ky është realiteti që ne veprojmë. Të dashur miq, dashuroni nënat tuaja, duani nënat tuaja, sepse nëna është ajo që të ka bërë kokën, nëna është ajo që të ka rritur, nëna është ajo që ka sakrifikuar veten e saj për ty. Dhe mos toleroni askënd mbi këtë univers që të lëndojë nënën tuaj dhe të nxjerrë një pikë loti nga ajo, sepse dikur kur ti ke qenë i vogël, ajo nuk ka toleruar askush të dëmtoj ty. Mendoj gjërat se çfarë ka bërë nëna, që dhe ti të bësh për të më të mirën e mundshme.